Ardhjen e sinës së verës, temperaturat e larta ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë mbi organizmin ton. Dërsitja e shtuar bën që të humbasin jo vetëm ujë, por dhe elektrolitet të rëndësishme si magnezi, kaliumi dhe natriumi. Kjo është arsyeja pse gjatë verës shumë persona ankohen për lodhje, dopsi, gërçe muskulore, rraje të shpejta të zemrës, ndjesi ankthi ose ulje të tolerancës ndaj nxehtësisë. Magnezi është një nga mineralet më të rëndësishme për organizmin, pasi merr pjesë në mbi 300 reaksione enzimatike. Ai është elbësor për prodhimin e energjisë, funksionimin e muskujve, për sjelljen e impulseve nervore dhe mbi të gjitha, për aktivitetin elektrik të zemrës. Një nga format më interesante dhe më moderne të magnezit është një kombinim i magnezit me derivatin e taurinës. Kjo formë është projektuar për të pasur biodisponueshmëri të mirë dhe për të mbështetur jo vetëm sistemin kardiovaskular, por dhe sistemin nervor qendror. Taurina është një aminoacid me rol të rëndësishëm në stabilizimin e membranave qelizore, rregullimin e fluksit të kalciumit dhe mbrojtjen e qelisave të muskulit të zemrës. Në kombinim me magnezin, ajo ndihmon në ruajtjen e ritmit normal të zemrës, relaksimin e enëve të gjakut. Mirëmbrëma të dashur miq nga televizioni INTV-s. Edhe një herë sot jemi në emisionin Box Shëndeti në këtë të premte dhe në këtë mbrëmje të bukur, por është pak e nxehtë si pasojë dhe temperaturave të verës. Dhe duke mos harruar që për gjithë pacientët që kanë probleme kardiovaskulare, patjetër që hidratimi është element thelbësor, pra të bëjmë disa këshilla në hyrjet e emisionit, hidratimi dhe konsumimi i ujit, jo i lëngjeve me omëlsues artificial. Ujë zakonisht mund konsumohet në varësi të problemeve që një person mund ketë nga 2 deri në 2.5 litra në ditë, patjetër fruta dhe perimet cilat kanë më së shumti ujë dhe jo indeks të lartë të glicemisë, siç mund të jenë bostani, kajsit e thata, kumbullat e thata, lëngu i mollës, piepri, por nga ana tjetër nuk duhet të harrojmë që të bëjmë kujdes dhe me ushqimet, cilat ku i marrim, si i marrim, siguria e tyre, cilësia e tyre, pra kujdes me qumshtin, kujdes me mishin e procesuar, sidomos tek fëmijët, nga ushqimet të cilat kanë junk food ose ushqimet e procesuara. Kujdes me akulloren, pra se si bëhet ajo akullore, dhe kryesisht kujdes kur e marrim në ambiente ose tek shitësit ambulator, sepse duhet ditur cilësia e qumshtit, çfarë i hidhet, pjesë e sigurisë, kozgjatja, janë edhe proceset se si ajo përgatitet. Prandaj, çfarë ushqim ose cili do qoftë ajo ushqim që merret nga jashtë, si bëhet, si përgatitet, nëse ekspozohet nga rrezet e diellit, duhet të kemi kujdes. Patjetër që nuk duhet të harrojmë dhe të lëm pak ujë edhe për krijesat e tjera, të cilat ne i kemi rrotullnesh ose për 4 putroshët. Prandaj siç kujdesemi për veten tonë, ashtu të kujdesemi me mëshirë dhe me përkujdesje për gjitha krijesat e tjera me aq sa të mundemi në këto ditë të nxehta. Hedhemi pak tek emisioni jon. Ndonë se i kishim çështjen kryesore dhe përqendrimin kryesor tek magnezi. Magnezi është kofaktor, ne kemi përmendur në disa emisione magnezin dhe kemi folur për disa forma të magnezit. Kemi përmendur magnezin glicinat, kemi përmendur magnezin malat, kemi përmendur magnezin citrat. Kemi përmendur magnezin oksid, që mi vlefshëm për gjumin kishim thënë magnezin glicinat, për energjin magnezin malat, për pjesën e defekimit për të ndihmuar kur ne kemi konstipacion ka qenë magnezi citrat, disa lloje laksativë që është magnezi sulfat. Por sot ne do të përmendim një magnez i cili akoma ka studime të cilat janë në vimësi. Pra po vijojnë studimet dhe provat klinike që ai të jetë më efikas. Gjithnjë duhet të specifikojmë dhe duhet të theksojmë se emisioni që ne trajtojmë nuk është që ju ta dëgjoni dhe ta përdorni sikur për të trajtuar dhe për të ndihmuar sëmundjen tuaj. Emisioni ka qëllim edukues, ka qëllim informativ me shkencën dhe me provat studimore më të fundit në shkencën e mjekësisë dhe të shëndetit. Bëhet fjalë për magnezin acetil taurat. Magnezi acetil taurat, sot nga shkenca, akoma po shikohet dhe po vlerësohet si një lloj i magnezit, i cili është i bashkuar me taurinën dhe me grupin acetil për të ndihmuar homeostazën e kalciumit, pra ndihmon dhe në balancën e elektroliteve, ndihmon dhe në pjesën e balancës së ujit, por nga ana tjetër ndihmon dhe pjesën e qelizave në zemër. Pra, është një neuromodulues dhe është një stabilizues i ritmit elektrik, ndihmon nyjet elektrike në zemër. Sot ka dhe studime ndonë se janë të kufizuara ende dhe nuk janë plotësisht që ne mund të themi po e vërtetojmë atë fjalë që e themi. Mund të thuhet se kur pacienti bën kujdes dhe me ushqimin,
pra me kufizimin e disa ushqimeve të procesuara, patjetër dhe me kripërat industriale, nuk e kemi fjalën për kripën që është e pastër me minerale, mund të ndihmojë dhe në një balancim më të mirë të tensionit arterial. Pra magnezi acetil taurat. Përse quhet magnez acetil taurat? Glicinatin e kemi thënë që është më shumti për një gjuhë më të shëndetshëm, për sistem nervor më të shëndetshëm, sikurse edhe për një tretje më të shëndetshme, sepse aktivizon parasimpatikun. Ndërsa acetiltaurati zakonisht përdoret si osmoregullues, rregullon dhe balancon ujin në qelizat kardiake, bën të mundur që të rregullojë dhe homeostazën e kalciumit, për që të kemi një funksion të kalciumit më të mirë, është neuromodulator dhe ka përqendrime të larta në miokard, ose brenda muskulit më jetik të zemrës, si quhet miokardiumi, i cili është muskull i rëndësishëm që kontrakton pjesën e ventrikujve ose barkusheve, por dhe atriumit, të cilat janë dhomat e zemrës. Përse quhet magnez acetil taurat? Sepse është i bashkuar me një aminoacid jo të zakonshëm që formohet si pasojë e metabolizmit të cisteinës dhe të metioninës, quhet taurina. Taurina, sikurse dhe do të flasim pak për këtë ndërtim, domethënë për këtë formim, për magnezin acetil taurat, që ka më shumë benefite dhe vlera për sistemin kardiovaskular dhe për pjesën e zemrës, sepse ndryn direkt tek fiziologjia ose tek kardiofiziologjia e zemrës. Taurina është një aminoacid i cili nuk është i zakonshëm. Pra, ky aminoacid, ndonse si aminoacidet e tjera që përbëhen nga grupi aminik dhe nga grupi karboksilik, taurina ose acidi taurik zakonisht përbëhet nga grupi aminik dhe nga pjesa e grupit sulfonik. Pra nuk merr pjesë në ndërtimin e proteinave dhe nuk është aminoacid proteinogjenik, por është një molekull e cila quhet aminosulfonat, përbëhet nga grupi aminik dhe nga grupi sulfonik. Dhe zakonisht përdoret për të stabilizuar rrjetin elektrik, për të ndihmuar rrjetin elektrik, përdoret si neuromodulator, për qëndrime të larta taurina ka dhe tek qelizat e sistemit imun, tek neutrofilet, tek monocitet, tek granulocitet, por dhe për qëndrime në qelizat e zemrës, kryesisht tek miokardi dhe tek kardiomiocitet. Atëherë këtu kemi taurina është një aminoacid që luan rol kyç në funksionin e qelizave të zemrës dhe në por dhe tek pjesa e qelizave në tru, tek neuronet, si neuromodulator. Njëkohësisht nga ana tjetër, është se mbron qelizat e zemrës nga stresi oksidativ, ndihmon dhe në presionin e gjakut, ndihmon tek pjesa e funksionit mitokondrial. Nga ana tjetër, taurina, siç e tham pak më parë, ishte edhe me pjesën e grupit acetil. Domethënë grupi, çfarë është pjesa e grupit acetil? Grupet acetil mund të konvertohen dhe në disa lëndë të tjera në acetilkoenzimën A. Që acetilkoenzima A ishte thelbësore sepse është një molekull e cila përbëhet nga 2 atome karboni, bashkohet me oksalacetikun me 4 atome karboni dhe në pas atomë tutje formojnë izocitratin, citratin, kështu alfa-ketoglutaratin që jepet në fund dhe ATP-ja ose adenozin trifosfati, pra acetilkoenzima A, e cila formohet nga dekarboksilimi ose nga oksidimi i piruvatit, hyn në pjesën e ciklit të Krebsit ku kondensohet me oksalacetikun. Dhe magnezi acetil taurat është një lloj tjetër i magnezit që sot po shikohet për një funksion më të mirë të qelizave në zemër, pra për të balancuar dhe me ushqimin e duhur, me gjumin e duhur, me aktivitetin fizik, ritmin elektrik të zemrës. Patjetër, nuk zvendëson trajtimin mjekësor që jepet nga personeli mjekësor, por ndihmon që zemra të ketë një ritëm elektrik më të mirë dhe tani ndihmon dhe pjesën, sepse jemi në stinën e verës, temperaturat janë më të larta, patjetër që edhe qelizat e zemrës janë shumë të ndjeshme përkundrejt oksigjenit, përkundrejt ujit, pra jetik, sepse ne ujin e dim sikur ne vetëm hidratohemi, por në fakt uji është shumë i rëndësishëm sepse transporton dhe oksigjen në inde. Uji zakonisht është elementi kryesor dhe jep hidrogen. Hidrogeni zakonisht është shumë jetik për funksionin e stomakut, e kemi thënë, për acidin kloridrik ose për të bërë të mundur denatyrimin e strukturës proteinike ose denatyrimin e strukturës së polipeptideve. Ndërkohësisht nga ana tjetër, hidrogeni përdoret dhe nga shumë koenzima të ndryshme, nikotinamid adenidinukleotid fosfati formës së oksiduar dhe nikotinamid adenidinukleotid fosfati ose nikotinamid adenidinukleotidi formës së oksiduar, që është NAD dhe NADPH-ja. Folëm pak më parë që
ishte i rëndësishëm dhe për këto çrregullimet elektrike, aritmit, fibrilacionet,